Izraeli ndërmori në orët e para të së premtes një valë sulmesh ajrore ndaj Iranit duke goditur rreth 100 shenjestra, përfshi objekte bërthamore dhe qendra të komandës ushtarake dhe duke vrarë figura të larta iraniane, mes të cilëve shefin e forcave të armatosura, Mohamed Bagher, si dhe 6 shkencëtar bërthamor. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Khamenei paralajmëroi Izraelin se do të përballej me një fat të dhimbshëm dhe të hidhur, ndërsa ushtria e vendit të tij u shpreh më pas se nuk do të kishte kufi në kundërpërgjigje. Më pas, forcat e mbrojtjes së Izraelit konfirmuan se Irani kishte lëshuar rreth 100 drona ndaj territorit të vendit të tyre, të cilat ishin gjurmuar dhe eliminuar nga mbrojtja ajrore. Edhe Jordania bëri me dije se dronë dhe raketa kishin dhunuar hapësirën e saj ajrore, ndërsa sirenat e alarmit ranë në kryeqytetin Amman të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump u shpreh për Fox News se kishte patur paraprakisht dieni për sulmet izraelite ndaj Iranit, ku angazhuan 2 qynë avion luftarak izraelit. Sekretari i Shtetit Marco Rubio theksoi se Washingtoni nuk ishte përfshirë në operacion, ndërsa paralajmëroi Iranin që të mos sulmonte personelin apo interesat amerikane në lindjen e mesme. Por Teherani u shpreh se SBA do të mbante përgjegjësi për pasojat duke argumentuar se operacioni izraelit nuk mund të ishte ndërmarrë pa lejen e Washingtonit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu bëri me dije se ushtria e vendit të tij kishte goditur zemrën e programit të pasurimit të uraniumit të Teheranit duke shënjestruar objektin bërthamor, Natanz dhe shkencëtar bërthamor, ndërsa Republika Islamike aktualisht pasuron uranium në masën 60%, shumë më lart se kufiri prej 3.6% parashikuar nga një marrëveshje që u arrit me vendet më të fuqishme të botës në 2015, por më pak se kufiri prej 90% që nevojitet për zhvillimin e një koke bërthamore. Sulme do të vijojnë për aq ditë sa do të nevojitet, nënvizoi Netanyahu. Ndërkaq ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz u shpreh se shënjestrimi i komandantëve të lartë të gardës revolucionare ushtrisë dhe shkencëtarëve të Iranit, përfshirë në planin për shkatërimin e Izraelit, përçonte një mesazh të qartë dhe të fortë se ata që punonin për shkatërimin e Izraelit do të eliminoheshin.